Qytetarët do të japin leksion qeverisë. Leksion të fortë. Dhe të rri në zyrë të aprovojë. Ka që them, rri aty, moret i ke blinduar, dyrt i ke plumosur, rri, shko futu rri në e burë. Sot në orën 17, Partia Demokratike dhe aleatët e saj do të protestojnë kundër qeverisë socialiste, duke kërkuar largimin e kryeministit Edi Rama, zëvendës kryeministres Belinda Balluku e krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja. PD-ja ka preferuar të mos zbuloj shumë detaje për skenarin e protestës, por si zakonisht para qytetarëve që do të mblidhen në bulevardin Dëshmorë të Kombi do të flasin disa prej figurave kyçet PD, se mesazhin kryesor për betejën politike pritet ta përçojë lideri i opozitës Sali Berisha. Edhe këtë herë partitë e reja, Arlind Qori, Adriati Klapa e Agron Shehaj nuk do t'i bashkohen kësaj lëvizje të Partisë Demokratike. Kjo është protesta e dytë kombëtare që zhvillon opozita pas asaj që u mbajt në datën 22 dhjetor. Partia Demokratike vendosi protesta në qendër të aksionit saj politik pas publikimit të hetimeve të SPAK-ut për tenderat në infrastrukturë dhe rolin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe tenderat në Agjencinë Kombëtare Shoqërisë Informacionit. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike Berisha, vendimi i kryeministit Edi Rama për të goditur SPAK-un në gjykatën kushtetuese për masën e sigurisë ndaj Belinda Ballukut dhe vendimi i tij për të mos i dhënë prokurorisë posaçme imunitetin e numrit 2 të qeverisë tregojnë se Edi Rama nuk do ta lejojë drejtsinë godas korrupsionin, e se rruga e vetme që mbetet për opozitën janë protestat. Vetë Berisha nuk e ka fshehur se preferon një lëvizje të qëndrueshme me protesta çdo ditë para godinës së qeverisë për të kërkuar largimin e kryeministit Edi Rama. Megjithatë, mbetet për t'u parë se si do ta ndërtojë Partia Demokratike betejën e saj kundër kryeministrit Rama e Partisë Socialiste që sapo ka nisur mandatin e 4.